Të nderuar teleshikues, Asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Atëherë bashkë me mua në studio është edhe hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjetëm. Sot kemi një tjetër ajet interesant dhe që është pra ajeti 36 i surës Qiyame, ku Zoti i Gjithësisë thot: "A mendon njeriu se do të lihet i lirë pa asnjë përgjegjësi?" Por nga ana tjetër kemi dhe një ajet në surën El Mu'minun 115 që Zoti thot: "A mendoni ju se ne ju krijuam kot?" Pra, pa asnjë qëllim, pa asnjë hedef. Pyetja që shtrohet natyrshëm këtu është që në momentin që ne themi liri, truri direkt asocion përgjegjësinë. Pra, cilat janë disa nga përgjegjësitë kryesore të njeriu në Islam? Atëherë përpara se të trajtojmë pyetjen, dua të ndalem pak tek të dyja surat të këto kapitull kuranor, ajeti në surën El Mu'minun, po ta shohim fillim fare, nis me atributet e një besimtari të vërtet. Cilët janë besimtarët e vërtet? Ata cilët janë të kujdesshëm me namazin, ata cilët janë të kujdesshëm në nderin e tyre, ata cilët japin zekatin, ata cilët e mendojnë vazhdimisht botën tjetër dhe ringjalljen dhe takimin me Zotin. Në fund fare mbyllet edhe një herë duke u përforcuar kjo gjë, pra mos mendoni se njeriu është krijuar në këtë botë pa përgjegjësi, pa një amanet mbi supë. Dhe mbyllet sura në këtë formë: "A mos vallë mendua se kemi krijuar kot dhe ju tek ne nuk do të ktheheni? I dëlir është Zoti që të bëjë gjëra kot së koti. Ai është Zoti i Arshit, Zoti i Fronit fisnik, e cili do që i lutet dikujt tjetër veç Allahut, ai nuk do të ketë argument si të arsyetohet në botën tjetër. Momentu me Allah ilahen akhar, la burhan lahu bihi fa inma hisabur." Megjithatë, llogarinë do të japë përpara Zotit, Zoti nuk do t'i tolerojë jo besimtarët, idhujtarët. Vim tek sura El Qiyame, e njëjta situatë. Pra në surën El Qiyame flitet për ringjalljen, daljen përpara Zotit. A mos vallë mendon njeriu se Zoti nuk i din çfarë vepron ai? A mos vallë mendon njeriu se Zoti s'ka fuqi ta rikthejë edhe një herë në jetë, madje edhe mollzat e gishtave do t'ia kthejmë? Do t'ja rikthejmë, pra me kuptimin rikthimi do të jetë i sigurt. Në fund fare flet për daljen në momentin e paraqitjes përpara Zotit dhe mbyllet ajeti duke thënë: "A mos vallë mendon njeriu se është krijuar për të qenë i lirë, domethënë me kuptimin pa pas një barr, pa pas një amanet mbi supet e tij." Po edhe këtu e njëjta që flitet për ringjalljen, për daljen përpara Zotit dhe mbyllet ajeti ose përpara ajetit flitet për zhvillimin e njeriu në barkun e nënës nga embrioni deri në daljen në jetë. Pra, sikur po na thotë i Madhi Zot, në të dyja rastet, besimtarët duhet ta mendojnë në botën tjetër, dhe ai që e beson botën tjetër duhet përgatitet, dhe se me të vërtet zhvillimi dhe mënyra se si zhvillohet jeta duhet ta çojë njeriu tek bota tjetër, sepse jemi në një film të ndërprerë me vdekjen. Në rastin tjetër jep detajet e krijimit të njeriu. Pra kjo mrekulli në krijimin e njeriu në barkun e nënës, edhe detaji i mollzave të gishtave që u përmend. A mos vallë mendoni se gjithë kjo është kështu, domethënë s'ka nuk do të ktheheni, është pasësuar në vazhdim e ajetit, shumë e bukur. Sikur po na thotë Madhi Zot, nuk mund t'i dedikoni Zotit këtë lloj, domethënë këtë gjë të pahishme, pra të krijoj pa arsye, të krijoj kot, të sjellë një jetë apo të sjellë njeriu në jetën e kësaj bote, ndërkohë që njeriu nuk do të japë llogari diku. Kjo është, nëse do të thuhej, do të ishte një emet e madhe. Për këtë arsye në surën Tin, "Fema yukadhibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu biahkamin." Akoma ka njerëz të ty ta mohojnë ringjalljen, po Zoti është më i urtë i urtëve. Pra fakti që ka ringjallje, fakti që ka ditë gjykimi, fakti që do të dalim përpara Zotit është tregues i urtësisë Zotit. Sepse do të ishte një lloj padrejtësie, le të themi, nëse të mirët dhe të këqijt vdesin dhe mbyllet jeta njësoj për të ndryshmit. Ndërkohë që po mirë, këto të mirët nuk do të marrin gjë, këta të shkretët, më thojza, e këta të këqijt që kanë bërë krime, çfarë kanë bërë, nuk do të dënohen diku këta, po thjesht ky vdes dhe ky vdes. Pra
nuk përshtatet kjo me urtësinë e Zotit, nuk shkon. Për këtë arsye, në ajetin e surës Mu'minun çfarë tha? Fata'ala Allahul Malikul Haq. I lartëmadhruar është Zoti, nuk mund bëjë Zoti, domethënë, një veprim të tillë, ose ajeti tjetër ku tha për shembull surën Qalam, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun." Ora tha si a doni të barazoni kriminalët me besimtarët, domethënë çfarë logjike esni? Pra nuk mund të jetë normale kjo gjëja. Pra, kur themi ne se Zoti i Madh i dha liri njeriu, po është vërtet. Zoti i Madh i dha liri njeriu dhe e ka lënë të lirë faktikisht në jetën e kësaj bote për të bërë ai çfarë zgjedhje doj. Por i ka sjellë dhe këshilltarin, i ka sjellë dhe këshilluesin, i ka dhënë dhe ndërgjegjen e brendshme. Pra që njeriu ka moment që merr, si më thon atë goditjen ose e merr atë sinjalin. Pastaj pozicionimi i njeriu mbas sinjalit është përgjegjësia e tij. Deri në marrjen e sinjalit njeriu mund të jetë le të themi i arsyetuar çfarë do lloj zgjedhje të bëj. Në momentin që merr sinjalin, s'ka më arsyetim. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Nuk e dënojmë askënd pa i ardhur atij argumenti, sinjali. Pra në momentin që erdhi sinjali, pozicionohu ashtu siç duhet. Në momentin që ty të vjen sinjali dhe orientohesh dhe ti pastaj vazhdon në atë të kotën tënde, atëherë nuk ta ka më fajin kush. Pra nuk është më askush domethënë fajtor për ty, po ti je përgjegjës i vetes tate. Për këtë arsye në ajetin tjetër Zoti tha në Kur'an se çdo njeriu në botën tjetër do t'i paraqitet libri i veprave të tij. Lexoje librin tënd, bëj llogarit vet. Pra je ti ai që i bën llogarit sot. Ose siç thanë në hadithin kutsi, kush gjen mirë e ka për Zotin dhe kush gjen keq e ka për vetes tij. Domethënë është njeriu ai i cili mund ta di shumë lehtë ditë e kiametit se ku e ka fundin dhe ku do të jetë përfundimi i tij. Kështu që koncepti i lirisë, domethënë ka dy momente, liria jon në raportet me krijuesin dhe liria jon në raport me krijesat. Liria jon në raport me krijuesin mbaron aty ku Zoti ka thënë stop. Liria jon në raport me krijuesin ka thënë aty domethënë shkon deri aty ku Zoti ka thënë se duhet veprosh në këtë mënyrë. Pra përballë ndalesave aty mbaron liria jon dhe përballë urdhëresave aty duhet ta zhvillojmë ne lirinë tonë. Në raport me krijesat, liria e çdo njeriu është ajo e cila përfundon aty ku fillon liria e tjetrit, që do të thotë çdo njeri është i lirë në zgjedhjen që bën, ne jemi të obliguar të përçojmë, ne jemi të obliguar të këshillojmë, ne jemi të obliguar të urdhërojmë për të mirë, të ndalojmë nga e keqja, ne jemi të obliguar, domethënë, ta përçojmë atë, të bëjmë përçust atij sinjalit që gjithë secili të ketë momentin e reflektimit dhe pastaj njerëzit janë të lirë në zgjedhjen e tyre, sepse ai që do i marrin llogari njerëzit është krijuesi i tyre. Për këtë arsye nuk na lejohet neve në Islam që të bëjmë gjykatësin apo të vulosim përfundimin e njerëzve se ku e kanë. Pra neve nuk na lejohet në Islam që thuhet ky është në parajs e ky është në ferr. Përveç se mund flasim përgjithësi, themi çdo besimtar është në parajs dhe çdo jo besimtar është në ferr. Nëse dikush vdes si jo besimtar lejohet, sepse ai në fund fare ja ka vulos vetes tij titullin. Ashtu si shpresojmë çdo besimtar që është në xhenet. Pavarësisht se ai mund vuajë, le të themi, mund pastrohet në varr apo mund pastrohet për një kohë në zjarr xhenit, po ne për një gjë jemi të sigurt se Zoti ja ka bërë të ndaluar ferrin, përjetësinë besimtarëve dhe domethënë përfundimi i çdo besimtari do të jetë parajsa xheneti dhe se Zoti ja ka ndaluar, si më thën, parajsën çdo jo besimtari. Pra është e pamundur që ai të përfundojë në parajs. Pra koncepti i lirisë domethënë duhet parë në raportet me Zotin. Okej, ne jemi të lirë bëjmë çfarë duam, po për këtë arsye tha Zoti do të vini prapë tek unë, do të jepni llogari. Pra fakti pse ti je i lirë, kjo ty nuk të bën të liruar nga përgjegjësitë. Le të marrim një shembull me jetën e kësaj bote. Gjithsecili prej nesh është i lirë, ta shkel ligjin ose jo. Gjithsecili prej nesh. Mirë, po faktikisht nëse shkel, ka pasoja. Dhe ligjet e Zotit, dhe Allahu të dhënë shembull më i lartë. Zoti na ka sjellë ligjet. Cilat janë ligjet e Zotit? Ai që thot Zoti, atë që thot i dërguari i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ti je i lirë, po kjo nuk do të thotë se je i liruar nga përgjegjësia. Pra fakti që ne jemi të lirë në zgjedhjet që bëjmë, kjo nuk na liron neve nga përgjegjësia në botën tjetër. Para se të hym pak në detaje pra ke përgjegjësitë kryesore që ka njeriu në jetë. Po se e bë si pyetje dhe më ndoli. Tek përgjegjësitë kryesore që ka njeriu ose detyrimi më madhor që ka njeriu në jetën e kësaj bote është të jetë mirënjohës dhe falëndërues ndaj atij që i dha jetën. Ashtu siç ne
në jetën e kësaj bote, ndaj atyre që na dhanë jetën, prindër, pra jemi të obliguar të jemi mirënjohës dhe të jemi falëndërues ndaj Zotit i cili dha jetën prindërve tanë dhe neve bashkë me ta dhe shpirtin e na e bëri këtë botë përshtatshme për jetesë, ajrin, oksigjenin, dritën, ujin, dheun dhe çdo gjë që e bën këtë botë të përshtatshme për krijesën e njeri, ndaj tij, në radhë parë duhet të jemi mirënjohës, ndaj tij duhet të jemi falëndërues, ndaj tij duhet të jemi adhurues dhe nuk duhet njohim askën tjetër përveç tij, sepse është i vetmi që i ka bërë këto gjëra, Allahu Zoti, një i vetëm. Mirënjohja ndaj tij, respekti ndaj tij, adhurimi dhe përulja përpara tij dhe njohja e tij vetëm si të vetmin suprem meritor për t'u adhuruar dhe për t'u njohur si Zot i vërtet, kjo është aja e përgjegjësisë tonë. Pastaj vim tek le të themi çfarë ka kërkuar ai prej nesh, çfarë ka ndaluar ai ndaj nesh, raportet tona me familjen, raportet tona me prindin, raportet tona me fëmijësinë e mirë, raportet tona me punën, raportet tona me sjelljen, raportet tona me edukatën, raportet tona me jetën e cila rrethon, madje edhe me ambientin, madje edhe me kafshët, madje edhe me botën bimore dhe botën shtazore e kështu me radhë. Pra, ne kemi ose mund t'i përmbledhim përgjegjësitë e njëjtë në dy kryesore. E para, raporti jon me krijuesin, me Zotin, dhe raporti jon me jetën tokë. Pra, Zoti i Madh na ka thënë, në raport me Zotin duhet të jemi mirënjohës dhe adhurues, dhe të njohim atë një të vetëm pa shok, dhe çdo gjë duhet t'ia dedikojmë atij dhe duhet ta kërkojmë prej tij, dhe në raport me jetën tokë mundohemi ta mbajmë jetën në tokë dhe ta zhvillojmë jetën në tokë, të jemi të mbarë, të jemi të dobishëm, në mënyrë që siç e kemi marrë, ta dorëzojmë madje ta dorëzojmë më mirë se ç'e kemi marrë. Kjo është roli i njeriu, për këtë arsye e ka quajtur Zoti në Kur'an njeriu halife, pra le të themi në kuptimin e mëkëmësit apo udhëheqësit apo përgjegjësit. O sakhara lakum wa ka lënë Zoti, thot pra ajeti kuranor, wa ka lënë Zoti në shërbim çfarë është në qiell dhe në tokë, pra jo vetëm tokën, po edhe qiellin. E ka lënë Zoti në shërbim të kësaj krijese të mrekullueshme që është njeriu. Në fakt, epoka që ne jetojmë duket si dhe epoka shmangjes përgjithësive. Pra njerëzit kërkojnë një liri absolute, kërkojnë një të kenë dorë gjithçka. Duket sikur duan kaos, nuk e duan shumë rendin dhe rregullin. Por nga ana tjetër ka dhe një shqetësim që ngrehet rëndom nga besimtarët, se folën për lirim, po flasin pak dhe për mungesën e lirisë. Pra ku thon fjala bie përgjithësi që ju radhitet, për namazin thotë nuk kam kohë, thotë, nuk del kohë me i fal namazet, ose s'kam për shembull mundësi me agjëruar. Do me thënë, kur justifikohet kjo mungesa e lirisë? Atëherë, arsyetimet për mungesën e hapësirës dhe të lirisë mund të jenë, domethënë, nga më ekstremi i intolerancës në ekstremin e tolerancës. Dikush justifikohet se s'ka mundësi, ndërkohë që i ka mundësit, dhe dikush me të vërtetë ndoshta s'ka mundësi dhe mendon se ka mundësi. Pra, njerëzit janë të prirur, pra natyra e njeriut është e prirur, o të shkojë drejt intolerancës ose të shkojë drejt tolerancës. Ajo që duhet të jemi ne duhet të jemi në mes, domethënë të ruajmë qendrën, pra as intolerant pa argumentuar, as tolerant të pa argumentuar. Të jemi tolerant tek e mesme, pra të bashkojmë mes intolerancës dhe tolerancës absolute, të jemi tek e mesmja. Pra do të thotë ne duhet, si më thon, kanë një shprehje këto dietarë të usulit thonë, el hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Thot ligji shkon sipas arsyes në ekzistencë apo në mos ekzistencë. Edhe kjo punë domethënë ne duhet të rrotullohemi mbas argumentit. Ne duhet të rrotullohemi mbas mundësisë, që do të thotë, në shumë raste njeriu thotë s'ka mundësi, e merr në analizë s'ka mundësi. Për këtë arsye kufirin e ka dhënë Zoti në Kur'an në mënyrë që mos të lodhemi ne të vëmë kufin, ose thot Zoti, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriu jashtë mundësive të tij, tej mundësive të tij. Dhe fjala jashtë mundësive apo tej mundësive është lënë në përgjegjësinë e njeriu. Një. E dyta, ka diçka që, domethënë, quhet limiti i mundësisë. Për shembull, dikush është në udhtim, i lejohet atij të bashkojë drekën me ikindin, po nuk i lejohet atij të bashkojë drekën me ikindin akşam dhe yatsin. Dikush është i smur, i lejohet atij të bashkojë drekën me ikindin ose akşamin me yatsin, po nuk i lejohet të bashkojë ndarë të gjitha. Pra, çështja e mundësisë ka dhe ajo një kufi. Unë nuk mund të falem
unë nuk mund binë sejdë. Okej, shumë mirë, po kjo s'do të thotë që nuk duhet të rish në këmbë. Pra, domethënë edhe kjo është një çështje që duhet ndarë mirë dhe Zoti tha, nuk e ngarkoj njëun tej mundësisë. Okej, tani gjithsecili duhet të analizojë rastin dhe situatën. Larg prirjes, pra larg asaj prirjes që dikush është i prirur si gjej një lehtësim, apo dikush tjetër, natyrë tjetër njeriu, dikush është i prirur si t'ia vështirësoj vetes. Pra kemi tipa njerëz, ne e hasim për shembull. Tipa njerëz që i qetësohet shpirti kur i thua është haram, nuk pranon alternativë tjetër. Sikur e shëron fjala nuk lejohet, ndalohet. Dhe kemi një tip tjetër që ka qenë për çdo gjë të thoshë se ka dy mendime, lejohet. Ndërkohë që e vërteta është ne duhet të rrim tek argumenti, siç e thamë, edhe tek arsyeja e gjës. Kështu që domethënë është një gjë që ka nevojë për tu analizuar çdo situatë në vete, por rregulla e përgjithshme është Zoti nuk e ngarkon njeriu tej mundësive të tij. Dhe kjo fjala mundësi lihet në përgjegjësinë e personit. Nëse njeriu nuk e ka hapësinë të kuptojë se kjo është në mundësinë e tij apo jo, duhet pyesi. Për këtë arsye thon Zoti, pyetni të diturit, sepse ti nganjëherë mendon se s'ke hapësirë, ndërkohë që mund të kesh shumë hapësirë, dhe ndonjëherë ti nuk ke domethënë ndonjëherë ti ke hapësirë, ndërkohë që mendon se nuk ke hapësirë, ose nuk e dia e thash domethënë saktë. Po ideja kjo është domethënë. Pra nganjëherë ne mendojmë se kemi hapësira, faktikisht s'ka hapësira, ka mbaru limiti, dhe nganjëherë mendojmë se s'ka hapësira, ndërkohë që kemi shumë hapësira. Pra kush e ndan këtë gjë nuk mund ta ndajë njeriu pa pas një referim, pa pas një mentor i cili orienton. Si çdo gjë në jetë, domethënë që njeriu, le të themi, do të bëjë diçka, pyet ku është limiti i ligjit që ma lejon, derisa ma lejon, ku mund gjej ndonjë hapësirë ligjore që e njëjta gjë funksionon edhe këtu, domethënë, ligj për ligj, po këtu është një ligj i ardhur nga Zoti, këtu është një ligj i bërë nga njeriu. Pra kur është arsye e njohur dhe kur është arsye që nuk e njeh fe dhe është thjesht pretekst. Domethënë që mund të jetë. Po. Me që jemi këtu një pyetje kështu jashtë teme, ku mund të pyesin njerëzit pjesën e drejtuesve fetare të tjerë, sepse dikush mund të thotë që unë i shkruaj për shembull Hoxha Ahmetit, po nuk ka kohë ose se lexon të përgjigjen time ose pra nëse dikush do një përgjigje korale, pra ku mund drejtohet ke xhamia më e afërt, ke për njerëz që se din si funksionon. Unë faktikisht kam një parim në veten time, kam bërë unë tek për shembull flasim tek Instagrami dhe tek Facebooku im, çdo një që çon një mesazh, atij shkon një përgjigje automatike. Dhe pjesë e përgjigjes automatike është referohu te hoxha i Ehlus Sunnetit më i afërt që ke. Pse e them këtë unë? Sepse përgjigja ime mund vonohet për shembull. Ndoshta edhe nuk e kap fare, se nganjëherë ty nuk ta jep sikur se ke lexuar, ty ta jep sikur e ke lexuar, po faktikisht ti se ka hap fare si mesazh. Orientimi është ky që njerëzit duhet mësohen me hoxhallar që kanë më afërt Ehlus Sunnetit. Sepse fundi e fare, Ahmedi është sot, nuk është nesër. Ahmedi është në Shqipëri dhe Shqipëria apo Tirana ka specifika tjera, Shkupi ka specifika tjera, Prishtina ka specifika tjera, Mitrovica ka specifika tjera, Malizi ka specifika tjera, vëllezërit që jetojnë në Belgjik kanë specifika tjera, ata që jetojnë në Angli kanë specifika tjera. Pra ne si hoxhallar nuk duhet të orientojmë njerëzit vetëm tek vetja jonë, sikur ne jemi zëdhënësit e vërtetë të Zotit në tokë, ne jemi ata që flasim në emër të fesë dhe të besimit, po ka edhe shumë të tjerë si ne që e bëjnë këtë punë. Më e mirë është që njerëzit të lidhen me referencat e tyre më të afërta, sepse nesër pas nesër, nëse ndodh diçka, aty do të referohet, aty do të trokasi, dhe kjo është zgjidhja më e mirë. Pra që xhamia më afër që njihet nga komuniteti musliman, po. Po, nga komuniteti musliman, sigurisht, domethënë, ose nga le të themi nga institucionet legjitime, por të jetë një hoxhë i Ehlus Sunnetit, pa mos jetë nga ata të cilët domethënë kanë deviacione dhe probleme që njeriu shkon për të vënë vetulla dhe nxjerr syt. Qartë, siç janë edhe vetë shpallurit, ka dhe sharlatan, ka dhe abuzues, pastaj që nuk janë kompetent, por thjesht duan të përfitojnë nga këto benefite që mund t'i ofron. Një pyetje tjetër, tani ishim ke rasti që njerëzit kanë edhe preteksti, ose një lloj shqetësimi pra që janë zënë, por është dhe rasti tjetër që janë të lirë. Si ta menaxhojë njeriu lirinë e plot sipas Islamit, kuptohet domethënë. Islami faktikisht që njeriu mos ketë, si më thënë, një pyetje se si unë, domethënë ta menaxhoj lirinë time, e ka bërë një programim
të kohës njeriut, të ditës njeriut, të javës njeriut dhe të vitit njeriut në atë formë që ti faktikisht e gjen veten shumë bukur për të mbuluar pjesën e shpirtit, adhurimit dhe pjesën e jetës. Pra, për shembull, ka kërkuar prej teje që sa të gëdhi të falësh sa mëngjesin. Kur vik mesi i ditës prapë të kujtosh Zotin, se është mesi i ditës, ke bërë goxha punë, ke aktivitet, adhuro Zotin. Kur shkoj, le të themi, fundi i ditës ose kur shkoj nga gjysma e gjysmës së dytë të ditës, prap adhurim. Kur shkon perëndimi i diellit ka adhurim dhe natën vonë ka adhurim. Ta ka menaxhuar ditën në këtë formë, duke kërkuar prej teje, le të themi, 24 minuta nga 24 orë. I adhuron Zotin gjysore, ndërkohë që i përkushtohesh jetës tënde, zhvillimit tënd, familjes dhe gjithçka 23 orë e gjysmë. Aty fut gjumin, aty fut miqt, aty fut ushqimin, aty fut gjithçka. E ka organizuar javën tënde duke të kërkuar një ditë, pra një orë në një javë. Dhe e ka organizuar, le të themi, vitin tënd duke të kërkuar muajin e Ramazanit. E ka organizuar vitin tënd duke të kërkuar ditët e Bajramit. E ka organizuar vitin tënd duke të kërkuar edhe diçka më shumë podeshe. Siç janë për shembull le themi ditët e bardha apo siç janë për shembull gjatë ditës që ti mund bësh namaz duhaj apo namazet e tjera. Pra të ka dhënë një alternativë aq të mirë që ti mund të zhvillosh jetën tënde shumë mirë, po mund edhe të adhurosh Zotin shumë mirë. Dhe janë dy gjëra që nuk bien dash. Dhe unë kjo është ajo që nganjëherë çuditem me njerëzit kur thonë po unë do të punoj, po unë duhet të siguroj ushqimin e fëmijëve. Po dakord, por nuk është se ne të tjerë që falemi, nuk është se po e sigurojmë, domethënë nuk është se nuk po asigurojmë, apo ne që falemi e marrim atë ke xhamia bukën e fëmijëve, apo na e sill Zoti nga lart. Edhe ne lodhemi, edhe ne mundohemi, edhe ne stresohemi, edhe ne mund të kemi sukses në një biznes apo mund të falimentojmë. Pra edhe ne zhvillojmë jetën, thjesht adhurojmë Zotin, thjesht i falemi Zotit. Pra mjekët që vinë në xhami, për shembull, apo profesorët apo çdo lloj profesioni që vjen në xhami, nuk është se këta njerëz e lejnë, le të themi, zyrën bosh apo e lejnë punën bosh. Vinë, falen, lutën dhe vazhdon jeta, ose falen ke zyra ose falen tek puna. Pra nuk gjehet koha, ka kohë për të. Gjehet koha, po thjesht njeriu duhet di si të menaxhojë situatën. Pra Zoti i Madh të ka lënë në ditë hapësira dhe mundësi që ti të bësh çfarë të duash, por 5 herë duhet paraqitesh në takim. Dhe këto 5 herë në takim që duhet paraqitesh në takim nuk është atë të shkosh tek xhamia patjetër. Mund paraqitesh në takim edhe tek zyra, mund paraqitesh në takim edhe tek ara, mund paraqitesh në takim edhe kur je duke udhëtuar nga një shtet në një shtet tjetër, ama duhet paraqitesh në takim. Pra Zoti i Madh e ka orientuar njeriu se si ta mirë menaxhoj këtë liri të madhe dhe se si duhet ta orientoj jetën e tij në bazë të kësaj lirie të madhe. Edhe raportet me Zotin ti mbaj të mira të lidhura, edhe jetën e tij ta zhvilloj normalisht. Pra siç e thatë një programim magnifik i shkëlqyer për jetën. Absolut. Pra njeriu vetëm sikur ndjek këtë programin e namazit në ditën e tij, do të jetë një ditë e mrekullueshme dhe një ditë e tepër suksesshme. Pra çohet mëngjes herët, të falë sabahun, pastaj të shkojnë në punë, pastaj mund të qetësohet diçka nga dreka, fal namazin ku dëgjon etj. Pastaj nis punën prapë deri në perëndim diellit. Perëndim diellit, le të themi ushqime dhe gjithçka, fal namazin e acis, sikur njëzit eci me këtë program do të ishte një botë dhe një jetë e mrekullueshme. Disiplinë, domethënë, si domethënë stinën e verës, si stimin e dimrit, si stinën e pranverës dhe të vjeshtës. Pra është një mrekulli në vete, domethënë. Nëse njëri do i përmbaj, do ishte mrekulli. Sepse gjithsecila prej edhe të orienton me kalimin e kohës, po edhe gjithsecila ka atë freskinë e vet ose ka atë energjinë e vet. Për shembull, le të themi puna herët në mëngjes, ka një energji të paparë që nuk mund të krahasohet me asnjë pjesë ditës. Qetësia që bën njeriu në kohën e drekës, le të themi gjysorshi i drekës, nëse janë mundësitë dhe hapësirat, që të falë namaz dhe qetësohet pak, dhe pastaj të nisi sërish punën. Është energji komplet e re. Ti e ke edhe në ligjet, le të themi, laike, është ai pushimi i drekës, që jepet 1 orë pushim. Pse jepet ai 1 orë pushim? Po ti e ke në shariat, e ke në Islam. Thot fal drekën. Dhe njeriu kur fal drekën, do të morë abdes, do të rahatohet, do të fali sunetet, do të fali farzën, do të fali sunetet, mund të qetësohet pak, madje është dhe mirë që të marrë një sy gjumë. Pra, subhanallahu, domethënë gjërat që sot le të themi borta moderne i orienton me ligj dhe me program,
Sheriati I ka sjell para 1500 vjetësh dhe njeriu fillon sikur fillon energji të re, sikur duke nis punën edhe një herë nga fillimi, sepse kjo është mrekullia e Zotit, po edhe domethënë le të themi shkenca, zbulon le të themi këto gjëra që faktikisht ne kuptojmë se I ka thënë profeti alayhis salam para 1500 vjetësh. Dhe ky pushim I drekës faktikisht është mrekulli profetike, është profeci profetike, sepse e ka thënë Kailulen quhet pushimi I drekës. Domethënë subhanallahu. Ka edhe sunet që praktikon të vetë I dërguar Zotit. Pra duhet të them domethënë që gjëra interesante që nëse ne e zbatojmë ashtu siç duhet, kemi hapësirë për gjitha. Madje tepron kohë që njeriu t'i përkushtohet edhe gjërave të tjera. Plus, gjen kohë po të ecësh për program të mirë, gjen kohë për sport, gjen kohë për aktivitet, gjen kohë për argëtim, gjen kohë për familje, gjen kohë për gjithçka. Gjithë problemi, le të themi, është se ne shkojmë më shumë tek një seksion dhe I japim më shumë hapësirë se ç'duhet e pastaj humbet koha e të tjerëve. I japim seksionit shoqërisë kohë më shumë dhe humbet koha e fëmijëve dhe familjes. I japim rrjeteve sociale, seksionit të rrjeteve sociale kohë më shumë dhe humbet koha e punës, e adhurimit apo e familjes. I japim kohë më shumë kësaj, humbet koha e gjumit e tjerë. Nëse ne do ta menaxhojmë mirë dhe do të ecim me të njëjtin program, atëherë jeta, dita dhe çdo gjë merr kuptim. Të në teleshikues, shkëputemi për ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, pasi ju bot një panoram përgjithshme pra të islamit, të stimulit për të qenë produktiv me kohën, se si na ndihmojnë ato urdhëresat fetare. Tani vjen një pyetje në spektrin pak më të gjerë. Domethënë si na mëson ky ajet Kur'an, Islamin, tërësi pra që një shoqëri të jetë shoqëri e përgjegjshme. Faktikisht në momentin që njeriu, domethënë, kupton se një ditë do të dalë përpara Zotit, dhe kjo është ajo që Kur'ani e ka përsëritur shumë dhe gjithmonë, domethënë, është për t'u habit se kjo puna e mbjelljes së ndjeshmërisë dhe përgjegjshmërisë se do të dalin përpara Zotit shumë shpesh është përsëritur në Kur'an. Pra në momentin që ne e mendojmë gjithmonë se do të dalim përpara Zotit, do të japim llogari përpara Zotit, kjo neve do ta bëj shumë më të përgjegjshëm, shumë më të ndërgjegjshëm, shumë më të kujdesshëm. Or do të mendojmë çdo gjë që e themi, do të mendojmë çdo hap që do ndërmarrim, se unë mund të loz, unë mund të bëj shaka, unë mund të ta hedh, unë mund të ta aktroj, unë mund të tradhtoj, po Zoti ç'a do I thush? Domethënë, të gjitha këto shkojnë me njeriu dhe përballë njeriu, po Zoti që e din fshehtën, nuk ja hedhim dot. Zoti nuk mund t'ja aktrojmë. Për këtë arsye Zoti thotë, ai e din të fshehtën dhe të dukshmen. Një njeri I cili e beson këtë gjë dhe beson se jo me tuble sarair, kur dalim para Zotit pikërisht këto të fshehtat, do të jenë ato mbi të cilat do të gjykohemi. Presupozohet, mendohet që njeriu të jetë më I përgjegjshëm, të jetë më I kujdesshëm, të jetë më I ndërgjegjshëm, të jetë më koshient ndaj asaj që mund të sjelli si pasojë e folur atij apo veprimit të tij. Pra është, le të themi, është më koshient, sepse e di që do të dalë përpara Zotit. Ky është qëllimi I ajetit, që neve ta bëjmë më të përgjegjshëm. Jo vetëm në raportet tona me Zotin, por në raportet tona me njerëzit, në raportet tona me jetën, në raportet tona me gjithçka. Sepse ne, kur dalim përpara Zotit, nuk do japim llogari vetëm për namazin. Do japim llogari edhe si jemi sjell me komshiun. Do të japim llogari edhe si kemi qenë ke puna. Do të japim llogari edhe për mimikën e fytyrës se si kemi takuar njerëzit. Pra nuk është kjo dalja përpara Zotit, ke fal namaz dhe mbaroj historia. Jo, tha pejgamberi I Zotit, çfarë është ajo gjë që më shumë ti peshon në peshorën ditën e Kiametit, kur dalim para Zotit, tha devocioni dhe sjellja, edukata. Pra domethënë sjellja dhe edukata paska edhe ajo peshë, padyshim që ka peshë tek Zoti gjithë, ose si 7 ditë tjetër për shembull, gjëja e parë me cilën do të filloj ligji, do të filloj gjyqi në botën tjetër është namazi. Hadithi tjetër, gjëja e parë që do të filloj gjyqi është gjakrat.
Pra do të thotë se nuk është puna vetëm për haramin dhe halalin apo adhurimet, po do të japë lloj edhe për këto Si gjëra mëse të me tjera. njerëzit, me shoqërinë, me familjen, me komshinë, po. Por ne mendojmë dhe besojmë se njëri i cili përkushtohet Zotit është edhe më i përgjegjshëm. Pse? Sepse ky është qëllimi. Për këtë arsye ne hasim në atë paradoksin, në atë përplasjen, ose si ka mundësi që ky fal namaz për shembull dhe mund të bëjë sjellje që janë normale, ose mund të mashtroj, mund të ketë për atyre që edhe falin namaz, po edhe mashtrojnë apo gënjen e tjerë. Dhe kjo është paradoks, jo vetëm për ne si besimtar, po edhe shoqëria habitet. Se çfarë thotë shoqëria? Ora, po si ka mundësi, po ky falet. Pra edhe ata janë të prirur, të presin njëri i cili falet të jetë i ndershëm, mos të bjerë në qafë kujt, të jetë i kujdesshëm. Sa herë më vjen pyetjet, thotë po edhe falet, thotë fund fare, kështu ma bën komshiu ose vjera ose punata ose ku e diun, dhe më thotë edhe falet. Pra edhe ky që bën pyetjen habitet. Pra mendohet që njëri që falet I ka arrit stadin më të lartë. Po normalisht të zhvillimit të shpirtit të vetë. Pra ajeti kuranor rrit tek njeriu, tek individi, po edhe tek shoqëria, rrit domethënë normat e përgjegjshmërisë, e ndjeshmërisë kështu më radh. Në fakt një rast që mund ta quajmë kështu praktik se njerëzit më herë duan dhe shembull konkret, duket sigurisht rasti i Turqisë. Kujtojmë aso kohë kur sa ishte zgjedhur pra presidenti aktual dhe Turqia ishte në kulmin e korrupsionit dhe tha që ne jemi vend i varfër, tha jemi vend i korruptuar. Dhe thanë si doja bosh, që domethënë ta luftosh korrupsionin, tha shumë e thjeshtë, do marr njerëz që për zvogli nuk kanë ngrënë bukë për Zotin, pra që ishte agjërimi, dhe që janë falur që kanë sakrifikuar, dhe sot Turqia përveç se lau borxhet, pati një trefishim ekonomik, ndërkohë ai premtoi pra një dyfishim. Pra mund të lidhet pak dhe me këtë pjesën që ju thoni, që pjesa e përgjegjësisë sociale që përhap Islami. Atëherë Hoxhë, ne të gjitha nuk mund të zorojmë dot me një emision, por të paktën mund të prekim pikat kyçe të temës dhe të gjës. Dhe mua pra besoj në emër të publikut, nuk më bëhet vetëm se ty falenderoj që ishit sot me ne në studio. Gjithashtu pra ju falenderoj dhe ju publik i nderuar që na ndoqët në këtë puntat të sotshme.